Luftës i kom ik, luft kom qenë, invalid i luftës jam, këtë të seni i kom përjetue, unë s'mendoj me vdekur. Kom dit me këshillu, shumë ka nëse ka dasht. Fëmija ejt nuk po të ngoj këtë fort, nuk i dhënë shumë populli jonë, i ka përqafu 3 feje që nuk ka asni kom në botë, as Amerikan. Ka shqiptar katolik, ka shqiptar musliman, jemi gjithë një. Qësh po kalon? Po mirë. So copa i ki dele? Me qka mirë është? Merë me bujqësi, me blektori, kemi 110 copa dele, kemi 13 copa lop, kemi viqa. Që so ko mirë është me këtë punë? Po në mirëna me këtë punë, thuja pe kur kam lindër, kam 61 vjetë, këtë o marë familja para vjetën. Po. Ashtë letë me marë me këtë punë, a vështirë? Letë me marë me punë, letë është. Vetëm do të me pas dëshirë, me pas vullnet për punën, se nuk është ranë. Po kur s'ki vullnet, nuk e dënë një diqka të eron shumë eron dhe peshën bege ranë dhe shotë heqë. A kujdes është vetë, apo me naj punëtora, me familja? Ja, ndëgja, kujdes na 90% vetë, po dhe familja angazhot, po tashën e kur thamë familja kam shoqen, fëmini kam të rritun edhe ata nuk i dojnë fort. Pa grunë badjava. Pa grunë badjava me po me vetë, ata qka thot pa burën se di. Ato se ditët me vetë. Vëllaj se di ata. E pse tritë s'po e dujnë? Thaj se fëmija s'e dujnë këtë punë, pse këta tritë nuk e dujnë përgjithësi këtë punë? Se di, ndëgja, është punë që i paragjikohet. Edhe unë e kam djallin 31 vjetë, shamëllaj, ka i ka shku në Gjermani, topën unë në Gjermani, ku e di, dashto nuk më në me gjithë në usë si tjetë blektorë, ku e di unë. Ja, sa për ata kjo është punë, po nuk e di pse e paragjikojnë kështë. A më nësh me nëzirë për shambull një rrugë Durbetit, mi thonë djallit këthehë? Nuk du me fy, se gjenia bukur o shekulli i grave, edhe original muj me thonë që muj me konë shumë penges për këtë lami, për bujqësi, për blektori, muj me konë shumë penges gjenia femërore. Se unë e komponuar në Zvicër, po e një ke vetën e privilegju me shemull, kam qenë kënë në Friburgit, drejtoresha e spitalit Friburgit e ka pas fermën e lëve Lemoret. Edhe një ke privilegju vetën, kur arket e lëpë edhe pse kishte punëtor. E të na jo, të na shemë nëse. Kultura jote rënë me ty edhe dënë, s'ka lidhe që i dele? Ka pre aty në grave që duhet? Ka dash dikur. Se ma ju, aty në dele. Dashni është kur e ke pa interes, edhe me të vërtet ata kemi pasën interes 2 anë, që ma sot kemi dashni, se s'kemi interesasur për ta se e për mu. Shumë bukër. Dhe që e ke lu në Zvicrën, a? Pa kam punu 3 vite në Zvicrë, ma pas kom ra në burg politik, edhe në burg politik me nenin që 33, kesh dënu 2 vite i gjys. Luftës i ke i kor? Luftës i kom ik, luft kom qenë, invalid i luftës jam, këtë të seni i kom përjetue për këtë tokë. Shumë erë kam thonë kështu realisht them, baba tonë e kanë bon sakrifis kuna pushtetit, pushtusit, të lidhë fëmi shumë. Sa që ka pas edhe për burg, ka pas edhe për me gëzu lirien, ka pas edhe për me ra për liri. E na generata jeme, prap sakrifiku me rëkëm armët e luftu më pushtusin me ndimën e fuqive të maja, edhe e lirum këtë ven, po fëmija tonë, unë kam qef fëmijën mi pas të rebelum, po në aspektin pozitiv, që kur senet nuk shkojnë mirë, se edhe pse janë mirë, që dojnë me qenë shumë ma mirë se që janë, du të mu rebelu. Amo me pajtu me diçka që nuk është mirë edhe mu dërzu, e me ikë për venit nuk isha dashtë. Sa fëmi ki? Unë i kam 5 vojza, 2 djemë, 3 mjeke, 2 mjeke të përgjëshme. Qëta 2 djemë? A i ki këto atje? 2 mjeke të përgjëshme, i kam 1 stomatologe, 1 sociologe, 1 psikologe. Pas kënë vendet, tira të punës? Po të mirë, janë mirë, nuk janë keqë. Djali madh ka shku në Gurbet, djali vogël në fakultet ekonomik. E pse e lesot mogu, nëse qka i the kur e përculle për Gurbet? Se di, që unë se lesh. Pa i me më pas në gu mu s'ki shku as njerë, po fuqi s'kam që e nani, tash original. Qka i the? Cilat fjallë si babi alen në kry? Po asha zotin, fjallët e mija i merë shumë shpejt fryma, i merë se tash original nuk po peshojnë shumë se i kam bo të vjetë, 61 vjeqar jam, se
kum dit me këshillu, shumë ka nëse ka dasht. Po, fëmija nuk po të ngoj kjo fort. E kujtoj një rast, qika që në vitit 2000, unë punoj shatën të më këj isha në Gjelan, shef departamenti, dhe kur këthej, i shkon vajza ka me imiton mu krejt si qyshu në thej shatëmive, ishin atër gjithë vogën. Edhe thash lese, thash deri sa më pa kopju kjo fjalët e mia për men shpidika, po dhe ka diçka me ndryshu të vetja unë. Do të me bon diçka, Unë nuk tham që mos dini, mos qëtetni, mos e shini botën, vizitoni, shini. Merrni senet e mira, po bini në vend tonë, po asni herë kulturën, njerëzillakin, tradita tona kombëtare, kur mos i lëshoni. Se është popull i vjetër, popull i dashur, popull që ka dash paqen çdo herë, nuk i dhën shumë populli jonë, i ka përqafu 3 fetë që nuk ka asnjë kom në botë, as amerikanë. Si përqafujnë ashtu fetë, edhe me dashtën njëri tjetrën, si në Bajram, si në Bozhiq, asi se shembull shqiptarët, ka pas shumë shqiptarë ortodoks shembull, pa ata janë asimilu, ka shqiptar katolik, ka shqiptar musliman. Jemi gjithë një shqiptarë jemi, e flasme një gjuhë. E ham thuja që mëngjesin e drekën e darkën, thuja që nuk ka dallim të madh edhe në ushqim. Edhe pse ka raste që feja dhe politika po i përçon njerëzit me zvete. Ma shumë politika. Unë jam njeri që kam punu, kam punu në departamentin e inteligjencës në trupa mbrojtëse të Kosovës. Edhe kujtoj që Amerikanët kanë të shumë e thëshin që populli shqiptar është minerë pas popullit izraelit që kanë simpati, respekt edhe dojnë popullit shqiptar, shembull. Po, original e marrë me trojët shqiptare, shembull, e marrë me Shqipëri, e nënër Shqipëri, opozita me pozitën, Edi Rama me Sali Berishën, shembull nëse vjen një delegacion për Amerikës, ose ta marrë me një shteti ku do qoftë, ata nëse bisedon me dytë kime pa shumë sene, nëse vim Kosovë, Albini me këto të pozitës, janë qaq lartë njëri tjetër dhe qaq mendojnë keq për njëri tjetën, e mos flasme për Ilirit, për shembull Maqedonie, për shembull nëse me vëzhgje, mos flasme se. Kësaj a shohërin kësaj puna? Unë shoh shumë hajër. Shumë hajër. Tashti jam i sinqert një dash kemi larg. Shembull nëse nuk vret ai ban një mirë. Po nërë 600 euro tash për kurban nuk jetë, se shembull, kur mirët mu prej, mirët për therrje, shembull 600 euro i ban. Qa ke arrit me rregullu për kësaj pune? Ja që thuja që gjithë shka që kam për kësaj pune, se rrogën që kom marrë në trupën mbrojtëse të Kosovës ka qenë e shumë minimale. E kemi bon diçka, e kujtoj me shok që nëse ke intervist shije dikon, e kujtoj me shok që që thënim babe, babgjes të i bani ushtrije, na po dojmë me bon. Apo e kupton, se neve dëshira, vullneti në ka shtim me punun të ashtë dhe pa pagë, e të një dikur dhe me pagë minimale, vetëm për me bon t'i shka, që sot jam i knaq shembull, kur e ndëgjejnë lajme që $14 milion Amerika, armatim si e ka me sjellë në Kosovë. E tash unë jam i knaq për asaj, pëse na kemë punu atëherë, pa paga, me paga minimale që tash. A mendon me rrit numrin alo? Unë s'mendoj me vdekur. S'mendoj. Tash, të janë ligjet natyrës, sa mundët më gjetë vdekja shumë shpejt, për këti momenti, po unë se mendoj. Jetën e mendoj, lirinë e mendoj, temën dhe gjithë si cilit, nuk shonë, në njeri ose në i këmbë, ose në i feja, që nuk ja du lirinë, du si cilit, po, numrin e dhenë me mi rritë, e plovë me mi rritë, janë mundësit shumë minimale. Për mu. Apo keni ndihma prej shtetit? Ka subvencione, ka grande, ka diçka, po. Edhe besam diçka që unë e kam pasifitu një grant 2007-2008, kam ba shtallën me objektet për cilës e shtallës. As një cent vetëm në kusht se ka hongër se është pjekja në popullin tonë që do të gjysën me nda me dika. Unë as një cent s'kam nda me kërka. I falemderoj, edhe sot thamë falemderit, e kam fitu, e kam bon, tash më vjen keq që shembull
Unë tash po më qmona edhe sun po punoj sa duhet në atë shtallë, se i kam pas dikun 40 copa ljop. Po. E tash kam rënë 13, me viqa me ketë prap, janë dikun 27 aty, ta afër 30. Po, dele paske për mashallah. Kemi sa për nevoja tona. Por jo nevoja tona të mija të shoqës. Po. Për nevoja pak ma të gjera, se unë e shoqja njerë për njerë, aje ka zënë pak në kohët për një kome, pak mërë do barna, unë e s'ma ras një loj bari, hiç edhe pse jam invalid i lutës, edhe pse kom përjetu shumë sene, po momentalisht jam kështu. Allah të kofty edhe për punën që e bën bath. Faleminderit, ndëgja. Njeriu kur e don vetën, duhet me dash gjithçka shka e rreth i. Edhe ta dush dika që së në gjenë gjuhën e komunikimit me ta, është edhe patriotlik. Kur ti aja nuk dit komunikon me ti, edhe ti, jaj që i shërben, mundosh në atë mënyrën më të mirë, është e mirë, edhe në nënën njerëzore, edhe në nënën kombëtare, edhe në nënën fetare, edhe gjithat. Pek s'ke fjallë me vend që ata. Faleminderit shumë, knatësi që kem në atë vizitum. Juve ju uroj shëndet, në rëndë parë, edhe punë mos punoni se pe punës mësoni. Pet net mos pe gjumit, vetëm unë me gjetë në i pushim që herë nuk mund të me qenë edhe i shëndetshëm. E puna, ndashtë të pëdollesh për ku të rash me pushon mirë. Faleminderit shumë. Qofshit me nderë.